thonë që dashuria e parë nuk harrohet kurrë, po ju e mbani mend dashurinë e parë? O, të harruar! E shem që mbake mend? Nuk e dia jam vetëm unë, po unë nuk e kam këtë romancën për dashurinë e parë. Asun. Nuk e di pse. Nuk e ju kam. kalon ndonjë Asnjë lloj. Asnjë lloj mbrese. Edhe ato flutrat që mendoj që i ke tani janë kështu pupurreca, nuk ka. Po flasim për kohën, besoj 15 vjeç, 14, atëherë kur ne kishim ato crushat ton, ose kur shikonim në shkollë që kishim paralele ndaj çun, që rrinim te korridoret. Do vrisje vetë, ose do hidhesh nga kati. Ose bëhesh ndonjëherë shumë e bukur edhe shkoje me iden që do e shifje në shkollë dhe ai mungonte. Fal, shumë e bukur në klasë 8 e ke fjalë? Klasë 9. Ajo kurioze të më shikosh mua se si kam qenë në klasë 8? E ta vetlla të zeza, ster, dhe flokët të hedhura të gjitha nga kjo. Po mirë, unë pjestroja vetëm këto para dhe këto mrapa i leka çurrele. Ose sa mrapa nuk është e jotja. Po më tregoni pak historitë tuaja me dashurinë e parë. Pas keni pas shumë, moj. Zemra prit. Tani son me dashurinë e parë në klasë të tretë. Se kam disa dashuri të para. Bëhet fjalë para 5 vitesh, Jo. Kam disa dashuri të para. Tashi Ky çuni, ta shohësh tash është shumë tuti zotit, po nuk e di. Janë përgjithësi, Po, kur ishte i vogël ishte shumë fi i bukur. Tani është bërë shumë tuar. Po, dhe unë thjesht bëni muhabet te klasa kështu. Mirëmëngjes. Është data sot. E ke bërë detyrat e shkollës? Si për të klasë. Kapitulli 7 e biologjia. Edhe më thot, më vjen mua një letër nga hiçi, më vjen nga lart. Guasa romantik pas ka qenë. Dhe një çun tjetër që nuk ishte dashuria e jetës time në klasë 3, kishte shkruajt aty brenda, kishte shkruajt letra: "Të dua, po mos i thuj zyshës aman." Po shiko, të paktën rasti jot ka qenë nga këta që ta thon vet. Nuk e di për ju, po kur kam qenë vet e vogël, 16-17 vjeçe, vinte gjithmonë një çun dhe të thonte, ka thënë ai shoku im, a do lidhesh me atë? Po, gjithmonë vinte shoku. Nuk vinte vet ai, a do lidhesh me atë? Dhe ti të përkiste ty thoj ose po ose jo, se si ishte ai me atë, po jo, vendos. A jam e vetme apo mendoj që dashuria e parë, dashuria e adoleshencës është ajo më e vërteta? Jo, zemra aty s'di. Ose jo më e vërteta, po është tamam dashuri se kur rritesh, ti nuk fillon sheh vetëm fluturat, fillon sheh edhe atë listën e gjatë që ne kemi komentuar herë të tjera, kurse kur je fëmijë, ti kënaqesh me ato emocionet e momentit, flutrat. Po, për shembull, është hormonet e tua që nuk kontrollojnë. Nuk e di për Zemra, jo, domethënë unë mendoj që në çdo periudhë të jetës si dashuron ndryshe. Sa herë mendoni ju që mund të dashurosh? Vetëm një herë. Zemra, ose 2 herë. Unë jam tek dashuria ime fundit me pak shpresë. Okej, urojmë. Nuk e di për ju, po besoj kur keni qenë të vogla, që siç po flisnim për këtë dashurinë e vërtetë për crushin, ndodhte që për shembull kishte ndonjë bif të vogël që zysha e ulte me ndonjë gos tjetër dhe kur shkoje në shtëpi, ngjoje këngë dëshpëruese të Justin Bieber, Lana Del Rey, edhe bëje kështu rrie gjatë gjithë kohës mendoje si ma bëri. Atë kohë. Po. Unë këndoja akull, domethënë mbyllesha në dhomë. Mbyllesha në dhomë, hapja atë. Tani me zemrën akull. Nuk e di, unë me akull, unë për vete këndoja poni si trëndafil. Si tha trëndafilin në heshtje, tani kam të marrë për buzëqeshje. Shko, goca, nuk e di për ju, po unë kam kënduar këngë greke. Dashuria ime parë ka qenë në Greqi. Thelona Menjosi. Ka qenë grek, kisa? Jo, shqiptar. Ne ishim... A vashë mos, të merresha veshën me ata, apo me sy? Jo, vetëm me Thelona Menjosi. Pa që shpirt dy lafe di, unë qatë gjë vërdam, më kam ditë qisht. Thelona Menjosi. Më këndon të ajde unë dashuroshë, shqipja kështu. Gjo, isha me pushime me të shtëpis, me fisin. Si janë këto shqiptarët që përzihen me shqiptarët, edhe ne me një familje tjetër shqiptare aty filluam muhabet të andi, tani këta kishin një çun, mosha ime. Po s'dihet në atëherë shkreta. Sa mosha? 13 vjeç ndoshta, 13-14. E mirë, prisni. Po.
dashuroheshim duke u parë me njëri tjetrin, peshkonim bashkë, ishim në Wow, pushime në romans. plazh. Po, romans. Ai. Edhe tani në darkë mblidheshim gjithë bashkë dhe luanim me shishe. Mirë, po këta grekët janë një çik më të evoluar se ne, kupton? E vërtet apo sfidë? Po, e vërtet apo sfidë me shishe thashë. Edhe të ratë ty ta puthje këta. Po, nuk isha puthur kurr. Edhe tani ishte kjo që duhet ta puthja, po ndihesha në sikletë se këta putheshin, ku diun. Ishin të avancuar. Ishin të avancuar, këta zdia unë shkreta. Da ishte kapitullisht ai biologjies. S'ku së blinte mua. Edhe i dhash baby kiss. Më duk sikur më Puthejot e shën parë. bota. Thasha po, kam Bëre qarë. krim. Të bëj dhënë. Jo, edhe unë, kur kam dhënë puthjen time të parë, që nuk e di a mund të quhet një puthje, unë kam qarë. Të cepi buzës. Unë ndjeva sikur bëra një krim. Po, dhe shkon në shtëpi dhe të Zemra- pyet mami si e, mirë, nuk kam asgjë. Jo, prit t'u tregoj. Do e tregosh Puthja me ime video? parë, jo. Ah, okay. Puthja ime parë mbaroi, i ka unë në shtëpi. Kap derën, e mbyll Do derën. provojmë bashkë? Jo zemra mbyll derën. Edhe më përshtetën aty mbrapa, jam kështu. E keni pa qenë? Si filma, duke i menduar. Sa vjeç ke qenë? 15 vjeç. Okej. E mbështeta te dera, thash, wow, dhe bëra, ke parasysh kur mbështetesh te dera që bëra të rrëshkit me kështu poshtë dhe ulesh. Drama Queen ti çat herë. Un kam qenë më drama se Klea. Po A prit. ka qenë puthja juaj e parë gjithmonë që e hiq në kokën kështu? E shtyni. Po, Mundësisht hikni fare. O zemra unë nuk baj më ndaj shumë, mos ja fut kot. un për shembull kam qenë më dramatike se Klea. Për shembull në moshën 16 vjeç, e ke parasysh kur kanë qenë ato çate që flisje në Zero Facebook? Jo, zero Facebook. Kanë qenë këto po, Facebook, si quheshin më, Messengera, nuk e mbaj mend që kanë qenë. Edhe mirë kështu, po unë kisha një crush platonik. E kisha parë diku aty në lagje edhe thjesht bëja chatting, po. Edhe tani, por asnjëherë nuk ishte kështu që ta takoja ose ndonjë gjë, vetëm platonik. Edhe tani një ditë bukur ai mbri ghost. Po neta 2 ditë pa hangër, sa ja bu. O, e shkreta, mo. Drama queen. Pyste shoqja ngush, po tani kaloje se do të vinë dashuri më të bukura. Po ishim kalamaj, ku merrnin vesh. Kam pasur dhe unë një dashuri platonike si kjo. po. Domethënë, nuk e di, në klasë 8, në klasë 7 shumë e vogël, dhe unë thjesht e doja këtë djalin dhe Klasë 7, klasë 8, po sa herët? e po tash ajo tha në klasë 3 o goc. Po mi kjo është brez tjetër. Hajde. Po jo, ishte dashuri platonike, pra thjesht unë e kisha crush. Po, pra, dhe e unë. kisha shumë qef. Po. Dhe ai kurras nuk më njihte syt asgjë. Po doti, u rita unë shkova në gjimnaz. Të ngacmoj ai Rritja ai mua më vonë. Ai që ishte ikë se kisha më pas. Edhe mua ky tipi, Greku shqiptar Greku. Të ngacmoj. Më ka shkruar vjet. Në taurime, se kisha edhe këto tamë. Kur do luajmë prapë me shishe. Jo, do vish në Paris më tha, se Wow. mban mend më uron çdo vit për ditëlindje. Zemra, ai e di se çfarë do të thotë dashuria e parë. Ti më kujtove këtë me ghostin. Kur është thyer zemra për herë të parë? Ose si ka qenë? Në gjimnaz o shpirt. Ai. E ke parasysh Klean që bëri atë me derën kështu? Po unë isha tu qajt, tu plas të dera, tu qajt, tu shkullesh të kokë. Ishte ora 2 e natës dhe ky më shkruajti tha nuk do flasim më. Mua duke qarë, më me oi, o Po zgjuar pse mami nuk nga donte gjumi. ky të fliste më me ty? Ka gjetë ndonjë tjetër? Du në shpirt, nuk e di se mbaj më në botë, nuk e di. Thjesht mbaj më që kam qarë shumë edhe erdhi mami, aty më thoshte çka ke thot, ai s'më fletë më, nuk flas më me atë. Ua, dhe mami që thot, unë nuk i thoja mamit? Jo, kështu? nga ka thënë mami Ishte qita. hall tjetër tash, me pa mame me çaj, ishte hall. Çfarë Po, ti thosh çfarë mami? do- i thoshte edhe babit, e me të Jo, unë ja tregoja mamit muhabetet. Kur jam ndarë unë me dashurinë time tjetër të parë. Para 3 vitesh. Po, e kuptuar. Para 2 vitesh. Kishte dalë 30 Reasons Why. Okej. Edhe zemra, po shifja ishte një kështu periudhë depresive, që unë të mbaroj atë serialin se s'bën, dhe mbyllesha kështu në dom, me rrëfir, as nuk haja, as nuk bëja, as vetëm shifja atë. Dhe thash me vete, oh, unë kam nevojë që të bie në depresion tani. Nuk dua të flas më me atë çunin, dua të mërzitem. Dhe I thash, ne të dy nuk duhet flasim më. Ai shkreti që u mërzit keq. E le ti, maj. Po. Edhe sa më po pse, do në duke thoja do që unë po të lej se po shoh këtë serialin dhe futin depresion. Ua. Është shaka tani, por atë ishte e dhimbshme, nuk haje. Është tram, po pra rrim 2 ditë pa buk. Dhe në momentin që ti nuk e ke më atë njeriu dhe ti je mësuar që ta kesh çdo ditë, të thot mirëmëngjes, të thot natë. Të shbër familje. Po, dhe në momentin që ti ikën nga kjo situata direkt në një Të bie situatë që ti je traum, po. vetëm, ajo gjëja të vret. Jo se të vret se iku ai, mund ta kishte bërë kushdo dhe do të Unë për vinte shembull njësoj. Unë për shembull, po.
Unë për shembull nuk jam ndier ndonjëherë dashuruar, nuk besoj se më kanë dashur, as nuk Për deklarate. po, nuk është se Ema, jam unë të ndier. dua. Jo. Ne të gjitha të dua. Nuk besoj se jam dashuruar ndonjëherë. Domethënë, jo që unë nuk kam dashuruar, thjesht nuk më të kanë kanë dashuruar dashuruar, ty po, mbrapsht. siç unë kam dashuruar, kështu që Burra, besoj se burra, plera. siç tha dhe Kristalli, zëvendësimi Unë shiko, dha. çfarë mendoj unë një gjë, unë mendoj që ndarjet e ditëve të sotme janë më të dhimbshme ose situata që Po. ndodhin sot janë më tronditse, por përjetimet kanë qenë më të mëdha kur kemi qenë fëmijë, se kanë qenë dhe për herë të parë. Po. Kurse tani ti ja ke marr dorën se të thyes zemra një herë, dy herë tani varja, ke parasysh të Tani me shpat madhe për të thy zemra, për të marrë haku do. Po, vërtet. Të nxjerrim disa këshilla për gocat e tjera që na shohin që janë të vogla që mund t'ju thyet zemra nga momenti në moment. Çka këshilla, unë besoj Për se një vit ai pler nuk do vlej më. Një vit. Një vit është Jo, shumë. Ua, po mirë, jam Një shumë vit është emotive unë si shumë, individ. Jo, një vit. Për jepini vetes tuaj kohë maksimumi 3 muaj. Aq, më pak biles, 3 muaj e Që kam gjys. rënd. Unë ju jap 1 muaj e gjys. Çfarë të pas ka ju bërë kalon. Dreku me Kisiana? Çfarë të ka bërë? Magji. Unë i them çdo shoqë, sidomos kur ndahet dhe i thyet zemra keq fare, them që zemra do qash. Do të dhëmbi deri, do Në dhëmbi palc. shpirti, ka për të dhëmbur çdo kocke e trupit. Derisa do e kalosh, pastaj po do qash. Do mëson ta qash i herë po, mirë. thjesht mëson ta duash veten shumë dhe nuk të bën përshtypje më këto ndarjet. Po, kjo është shumë, më fal. se një person që s'të zgjedh një herë nuk ka për të zgjedhur kurrë. Kjo ka qenë kota ime që 15 vjet. Okej. Dhe atë janë një gjë për atë që tha Klea. Shumë herë kur ndodh që për shembull ndahen shoqe, më thonë që dua të merrem me diçka që të harroj ose të heq mendjen. Po. Unë jam shumë si Klea dhe unë mendoj që në atë moment është më mirë që ti ta kalosh atë fazë. Do të thonë ti të qash, Ta ndjesh ndjesinë, ta të ndjesh të gjithë dhimbjen, të mbyllesh në dhomë, të rish pak bukë, të kalosh në depresion, nuk e di, ti kalosh të gjitha dhe Pastaj të bësh healing. Si jam kështu dhe s'më shtyr zemra. Dhe pastaj, domethënë kur ti e kalon të gjithë të procesin, atëherë je gati ndoshta për një njohje të re ose je plotësisht Duhet me i dhënë edhe çiko vetes sepse që nëse ti ta njohësh më shumë, ti japësh drejtim gjithë që Po, do e të kam fjalën bësh. të ky procesi i përjetimit të dhimbjes. Po, Unë mendoj që dhimbjen duhet ta përjetosh që ta kalosh. Po nuk duhet ta mashtrosh veten, pra, që në momentin që ti e mashtron, thua që unë jam mirë dhe nuk e lejon Po. dhimbjen të deportoj tek ti. Për shembull, unë kam pasur një gjë që kur mërzitesha për diçka nuk e lejoja veten të mërzitesha, thoja s'ka problem, nuk mërzitem, po ajo gjëja më vriste derisa Edhe të kthej ndikon në në një vonë. moment të kthej më vonë. E Kthej më lash të më vonë. vriste deri në fund derisa më vrau dhe thash, "Okay, më vrau, mirupafshim." Kjo jam fiks unë, domethënë unë çaj, edhe prandaj dhe këshilla jon besoj e përbashkët Po. është çaj, plas, mbyllur në dhomë, derisa një ditë ti je çliruar dhe mos të dali më lot. Po, të paktën ndërkohë që qan ha buk. Mos Dhe- bëj si Ema që nuk ha buk. Se të bën mirë tash. Fëmijë. Ha duke qar. Goca hani, po qani. Edhe dilni, ndërkohë. dilni sa më shumë edhe Kthejini mesazhin Rrini e ma shoqës. Ma thuaj mua këtë që dil zemra. Jo, është shumë e rëndësishme që të dilni. Veç mos dili menç. Bravo, bravo. Unë e puth veten, unë e dashuroj veten, unë e përqafoj veten dhe them, je mirë, shumë mirë. I them veten, po jam mirë mentalisht. Prandaj shumë zgjen mirë burr. mentalisht. Po jam e dashuroj veten zemra. Pra, prandaj zgjen burr, se duhet të heqësh dorë nga pasqyra dhe të dalësh të gjesh burr. Se vetë sa e bukur Po, për zotin, dalimi, po ja. shumë. Mo e di se ke ide sa e dua dhe nuk e di pse e dua kaq shumë. Megjithatë, këshilla më e vlefshme që të jepja unë është mos e merrni ndarjen kaq seriozisht, se ka burra plot, e ka çuna plot dhe më mirë vin, ë? Një mashkull ka më bie. mirë? Zemra një mashkull Okej, le të bie, bie, mira mashkull realistik. ngrien. Po, Si ishte një ngrihet? 1001 net. Një mashkull bie, një meshkull ngrien. Po mirë u ngrefshin gjithë një mishet, po problemi është se si janë gjë. Por një mënyrë që ne zbuluam se si të nxirrnim mlefin dhe nervat ishte rage roomi. Aty Shifeni për çfarë plasëm, kemi bërë. po, për plasëm në pasqyra dhe kudo çka kishte aty për rreth. Që kur kam qenë e vogël kam pasur probleme me nervat dhe doja të gjeja një vend ku të shfryja të gjitha nervat dhe ngrishet që kisha për brenda. Kurse unë mendoj që jam shumë e ndjeshme për brenda, po nuk dua të jem, po më shfaqet her pas here dhe nuk e dua, se ma marrin për dobësi, jam shumë emocionale. Unë që se kam ndaj problem me thënë drejtën, doja me blej një aparat roz për foto, po s'kam lek.
Ti s'ke le kurse unë s'kam kohë. Nuk e di, nuk e menaxhoj dot kohën, e kam shumë të vështirë. Më thënë, mund të kem gjithë kohën e botës në dispozicion dhe prap nuk e menaxhoj dot. Dhe më duket sikur më ikën koha dhe nuk bëj dot asgjë. Janë një mënyrë efikase dhe funksionale se si të çlironi stresin dhe gjërat që ju mundojnë. Shkoni në një rage room. Në aspektin psikologjik, rage room është një hapësirë që mundëson shkarkimin e tensioneve emocionale përmes veprimit fizik. Ore, unë du thjesht aparati, nuk du të rrife me televizor me gjëmë. Nëse do të plesh një aparat fotografik roz, mund të marrësh kredi tek Noah. Është zgjedhja ideale për çdo që merr kredi. Paketa Super Zero, ku mund të merrni kredi deri në 100.000 lekë të reja, me zero interes për gjatë gjithë periudhës dhe me zero komision për muajin e parë, për klientët e rinj. Ti pas ke më të letë se në? Ikim të rage room. Po më duket vetja si një tekno që zëri më vjen nga larg dhe jam duke kërcyer. Unë të mbijem shumë seksi me të drejtë. Shumë zëllej. Mua më duket vetja si shta Kesiana si bëm ndërtuesi. Bëm ndërtuesi. Bëm ndërtuesi. Sigur do ndërtojmë një pallat 15 kat. Nuk e kuptoj pse na kanë sjell këtu kur ne jemi gocat më paqësore. A dukemi ne si vajza? Po. Dukemi! Jam i të shmen? A dukemi ne si goca të çmendura që mund të gjuajmë në rrugë? Jo, as pak. o dak. Goca, unë do doja që ta nisnim kështu, se cila ta provonte një herë vetëm si eksperiencë. Edhe këtu kemi një ark me shishe Që do shpërthejnë pak më po, pas. se cila do thyej shishet për një arsye specifike që do ta dini vetëm ju. Okay. Do ta tregoni te kamerat. Do ja lë shishes ti përjetoj të gjitha dhimbjet. Shishe e shkret. Rest in peace. Rest in peace. Pas moj gra. Ema do të Okej. thosh? E vetme? Në këtë Po luftë? vetëm. Jep jema Me veç luftën në e parë je shishe se me vetëm. aj sa pas ke ti do i krysh gjitha. Okej. Në fundit se historia ime është shumë e dhimbshme. E qartë. Kameraman, patshit fat. Shpresoj të dilni gjallë nga kjo luftë, se unë nuk e di dal. Për të gjithë ata që ma marrin mirësim për dobësi dhe më marrin të mirë qënë. Kjo shkon për ju. A jeni gati? Një sekundë, se që jeni gati! Nuk që jeni gati! Gati! Për të gjithë ju që më krahasoni me personazhe të tjera, si për shembull Valja, ku diun, un jam Ema Zharku, the one and only. Më mësoni emrin tani ose kurrë. Unë jam Diva Hasla, ju duhet më mësoni emrin ose tani do rrifeni. Nuk do... Unë bashkja. Tani, ose të mësosh emrin, ose do ikësh edhe ti me shokët. Unë jam Kristel dhe kjo është seanca e shfryrjes së nervave, mlefeve dhe inatave që unë kam. Sa të vjetra, sa të reja do të shikoni. Tani unë kam ardhur e përgatitur, se unë gjithmonë i bëj detyrat e shtëpisë, dhe kam marrë foto të disa nga pjesëtarëve të vilës që mua mi kanë sjell nervat në maj të humbës. Desard Merja, Artemisa, Kesiana, Don Fakiri Lezhës. Do ta nis me Artemisën. E mban mend ti Artemisa kur the te grupi dhe çove pa dashje, që the mirë tu bëhet se dalin live dhe bëjnë si këngëtare? Ku shkon Artemisa? Hajde këtu. Hajde.
Hajde këtu. E mban mend. Kërko falje. Kërko falje! Kërko! Nuk kam shënjestër! Nuk kam shënjestër! Kërko falje! 10 minutes later. Të dashur miq, ky ishte niveli easy. Tani jemi tek niveli tjetër me shufër hekuri, sa Artemisa nuk të dali gjallë pa kërkuar falje, po me që s'kërkon falje. Pacim Artemisa. Jemi të Don Fakiri Lezhës. Kjo është një goditje pas shpine. Në fakt është para surrati, po gjithsesi, për të gjitha herët që ky njeri mua më ka prerë në bes. Hajde tu, hajde. Hajde këtu! Kusare! Shpëtare! Don! Fakiri Lezhës! Ua? Nuk fyet! Nuk fyet! Ua? Aldin! Dikush ka bërë me hile se kjo nuk fyet! Kërko falje! Të sprit! Jemi! Ky është desarti. Këtë dua ta vras me tek herë. Kjo është për të gjitha herët që kësaj qënjeje unë I kërkoj video dhe jam bërë shumë e bukur. Dhe ky njeri nuk më bën video për Lavilën. Ky njeri nuk më bën video për Lavilën dhe u bën të tjerëve dhe mua më ikën dëm me gjithë dita që a ditë jam e bukur! E bukur! Qepsit! Qepsit! Unë jam the queen of Lavina! Gjithë ju keni marrë fam nga unë plera! Morbi Queen, po ti këtu? Ç'po ti kjo? Çuditshme, se ta kam dhe marrëdhënie të mirë. Me atë pika mua, po për klikime. Këto ta thym këtë. Për të gjithë njerëzit që më thonë kaçurrelse dhe të më thonë Kristiana, ja vetëm 8 shkronja. Kristiana, 8 shkronja. Po mendoj ta thyj këtë për Aldin, po aja vlen të thyj një shishe për Aldin. Me thënë kaq pak vlerë I ka ngelur ati njeriu në jetën time. Po gjithsesi, të gjitha herët që ma ka marrë njerëzim për dobësi, me ka përdorë për interesat e veta se jam rob I mirë. Sot jam bërë shumë emocionale me thënë drejtën, edhe ka ca shkaqe, po aty a them dhe juve, ndoshta mërziteni, a doni t'i qajmë hallet bashk? Kameraman po tundin koka, a doni? Për të gjithë njerëzit që më nxjerrin anën time të dobët kur nuk dua dhe më bëjnë të jem dhe të dukem e keqe në sytë të tjerëve. Nuk e kam unë fajin. Kjo është për Desi kur na caron për videot e Lavilës. Na desart mere, ja ku e ke. Acarus histerik. Pafshim, mos u pafshim ma këtu. Nuk është se kam në I natë brënë që me thënë drejtën se më së dushme aparati roz desha, por gjeta zgjidhjen, apo jo jeta ime. Po më shpirt? Tani unë, si terapi personale për veten time për trupin tim, vendosa që do krijoj një takim ideal me Justin. Justin e flet fare dhe qose flet thot vetëm po, se gjitha ne duam I të dasim që thot vetëm po, apo jo. Po. Okej. O Just. O jet, a do e marrim një majmun, po e du nga ata majmunët që është nga pjesa veriore e Arizonës,
që kanë kështu pak byçën e qyshi. Po më shpirt? A do ma marrësh një të 2 ore? Po më shpirt? A do më dojnë që të do isha nis? Po më shpirt? Po i qose një univers paralel do shkatroj bota edhe duhet kishe 1 minutë vetëm për mua, dhe isha unë minuti jo të këndur? E di që kur vdes njeriu ka 7 minuta kohë që i kthehen gjitha memorjet, edhe mendon vetëm gjithë jetën e vet, a do isha unë 7 minuta e thua? Të që të deshim këngë, qa këngë do ishim? Do ishim unë dhe ti nga Alban Stendera, e. A nuk bete pikë si unë dhe ti nga Alban Stendera? A do ikim këtë vit të festojnë ditën e rinë në plan me Drerin dhe Baba Gjyshin dhe me Elka që t'i shofin dhe me fotografat brenda se ka solë. Sa qef shënga që të ftohti dashuri vetëm po. A ka një fabrik, a mund të krijojmë neve një fabrik të dashuri që po të kohë në shpetin fare? Mua. Për ne është kjo jetë. Bravo. Syve. Kujdes. Done, amigo. Ha, Klea. Ore, kujdes. Hajde, Klea! Se jam pak shumë, pak Kemi shumë. akoma për thyer. Ajo gjëra që bëra unë ishte goxha terapeutike. Po nuk kam aparatin, molla. Aparatin desha rexhumis me plek. Na të Atë shmene rozi me more. aparatin. O, Klea, merë kredite Noa, deri në 100.000 lekë të reja. Nuk besoj se bën aparatin më shumë se 100.000 lekë të reja, ke 0 interes për gjithë vitin dhe 0 komision për muajin e parë, vetëm që ose ke për herë të parë kredin. Merë si e bën kaq të vështirë. Me aparatin? Po si s'bë 2 minuta nga telefoni. Po ku të shfrym, si të shfrym edhe një ca? Shiko, kam një super ide. Kjo është geniale që ti ta shfrysh të gjithë. Mos, se nuk kam. Edhe pikat e fundit të inatit, do rikrijojmë videoklipin e Miley Cyrus Wrecking Ball. E keni besoj, e keni dëgjuar kur keni qenë Tani të vogla. ne do këndojmë, ti do thyesh. O zemra, kjo skena është fiksi Miley Cyrus, kur Okej. keni qenë të vogla që hipnin tek këto shkallët e pavatit. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Yeah, you wreck me. Yeah, you. Don't you ever say I'm just E, o, emi bërë të shpitës geografike. Po, videoklipe ka. Filma. Kjo kisione është interesant. Zbërja si gjë. Asa videoklipi s'na erdhe. Të duk se kur i nxori mjaftueshëm nervat? Asë mos më duk. Ti e bëjmë në loj prank. Prank me që jenë në nonat e prankut. Aty kisha ca kapsolla. Shashka. Shashka. Hajde. Po nuk po di sy fare. Krisiona! E kuptua qa është të ishe në videoklip. Tashi ti, nga që ke bërë një videoklip kanë hip t'angërllëkët dhe zero. Zëra ka rrukica beba. Por ne bëm Miley Cyrus Wrecking Ball. Do që të shkosh mos harron nga ke ardhur. Ne jemi shumë të shqetësuara dhe Ti shpërtoja që... shpirtë e di që është e lodhshme, po. di. U shfryt ju. Po, na u shfrym, por mendojmë që ti nuk ke shfrym mjaftueshëm. Megjithatë ne kemi një surprizë për ty, është shumë dolce, është shumë sweet, nuk ka asgjë me thyrje, kështu që hajde. Asgjë me thyrje në një Tashi Kristiana, Jam kurioze. do futesh këtu, Këtu, do t'i mbyllësh syt, më mbyll syt. Edhe të na presësh. po, dhe të numërosh deri në 10, E okay? me sy mbyllur gjithkohës. Po. Mos i hap kur syt. Jo. Okej. Tet, 9, 10. Ju rej! Ti vdes për ne. O Klea, po qa po bën se i, kam se ri këtu. Po doja aparatin o gocë. O shpirt, po të thash merr kredite Noa, për 2 minuta e merr kredin, është super e thjeshtë, ta tregoj unë, do fusësh emër, Prit, ku të hape këtu.
do fusësh emrin tënd, Emrin. mbi emrin dhe numrin e kartës identitetit. A e ke me vete kartën? Ja, super e thjesht, nuk ke nevojë të shkosh fare në bank, për 2 minuta mbaron punë. Ua, po shumë ka thjesht fare. Pse ja komplikon vetes jetën? Do e marr kamerën tani. Hajde, Super, hajde. hajde marrim kamerën. Ore, unë nuk naqja shumë se doja të hiqja këtë engër ishës që kisha dhe përplasa të gjitha gjërat aty mundësisht doja ta shembja fare i xhurumin, por nuk ja dola. Hajde ikim Jemi se kështu gjallë. si nise. Në fakt ne përveç se u kënaqëm shumë, sugjeruam edhe Kleas një mënyrë se si mund të marrë kredi dhe të zgjidh hallet e saj, siç është kredia e Noa Super Zero, që mund të marrë deri në 100.000 lekë të reja me 0% interes gjatë gjithë periudhës dhe me 0% komision për muajin e parë, vetëm për klientët e rinj. Që je ti? Super zgjedhje! Aparati roz! Viti Diori pastaj. Dhe di pse është super zgjedhje, se përveç se ne na duhen lek, ne nuk kemi kohë. Kështu që sa të hikim ne te banka, të çojmë dokumenta, të flasim tjerë, që mund ta bësh të gjën nga telefoni, super easy, super thjesht, direkt. Edhe aparati loz të vjen te pia. Oh my god, aparati loz. Nëse do bëjmë çka gëzuar me lajtizë. Gëzuar. Unë pas kam harruar ta hap. Edhe unë gjithashtu E ke marrë bojçelli, unë me Klea pas ka marr këtë të kuqen, me që janë veshur dhe blu. Gëzuar. Dida. E kuqe, se fitoj dhe kombëtarja. Dhe për të gjitha ato goca që mua më kanë thënë mos e ruaj, unë shkova dhe e ruajta me kuptimin e parë. Oh my god! fresk. Ndërsa unë dhe Klea thjesht morëm lajmin që u rrit Kristen. Edhe u kënaqëm. Kënaqem shumë të drejtën se që u rrite. E shohim. Tiziana, cili është halli i përbashkët i çdo gocë në planet pas plazhi? Mamos lëku. Mamu vllëku, tani, unë kam mbaruar plazhin, Ka një muaj bë një muaj pa. Dhe të thash që dua vendin më të mirë në Tiranë për të bërë epilime lazer. Tani ti e di që unë gjithmonë zgjedhjet e mia i kam të sakta dhe nuk gaboj kurrë. Dhe vendi që do të sjell kam provuar, unë kam provuar shoqjet e mia është nuk ke për të pasur më asnjë qime në trupin tënd. Del garant. Garant, u azra me jetë. Okej. Do t'i shoh punë, do t'i vëzhgoj unë të gjitha me detaje. Okej. Kështu që pa merak, Jam nuk e mua. gati. Hajde. Shife ku t'kam sjellë. Tani kjo është kartela jote, okay? Do shkruaj me mbi emër, adresën, numër telefonit, trajtimin, çdo herë që do bësh seancë lazer. Kjo është e thjeshtë, do të nuk është shumë e komplikuar për ta Nuk e punë kuptuar. me këtë se ishte nuk është ardhur me ty që do vetë. Wow, të shka dhe bukur mi. Do të prekin ty me dorë pa siguruar unë një herë, moj. Sigurt. Ua. Tiziana, konkurrentja e më e re. Kam sjell shoqen time nga eksperiencë. Është e rehatshëm? Po, është i Se kjo do të jetë 10 vjet, domethënë gjithë gjë do të jetë shumë mirë se shoqja ime do të jetë shumë e kuruar. Tani, ideja është që do t'i bëjmë lazerin se shikoj pak Më buzoj. Jam bërë qimet që të kruash dorën. Shikoj pak. Ka një Hajde. Wow. Tani para se të nisi, mund ta di pak çallë i lazeri përdorim? Në klinikën Siluet ne përdorim lazerin Aleksandrit Candela Gentle Max Pro. Ua, po kam shumë për këtë moj. Më ka thënë që është numër 1. Ky është lazeri numër 1 në botë. Një ndër funksionat e tij më të rëndësishme është edhe largimi i onikomikozës, që ndryshe ne i quajmë mykur i thonjve. Ka si funksion tjetër edhe hiperpigmentimin duke eliminuar atë, kapilarët e gjakut të zgjeruar duke eliminuar dhe duke pasur një lëkurë më të shëndetshme. Ideja është që ky lloj lazeri përdoret për çdo lloj lëkure dhe tip ngjyre? Po, është e vërtetë. Përdoret për të gjitha tipologjitë e lëkurës dhe për të gjitha tipologjitë e qimeve.
Edhe për ty që je shumë e zezë. Dhe shkana. Po, sigurisht, sepse ne e trajtojmë energjinë, dhe frekuencën dhe shpejtësinë e goditjes së qimeve. Po e çmangur ndonjë krem ose ndonjë diçka para se të bëjmë Po, lazerin? para se të bëjmë seancën, nuk duhet të përdorim as një krem vetë nxirrës, as solar 2 deri në 3 javë para. Edhe në rastin kur kemi motin më të nxehtë, në rastin e stinës së verës, duhet 2 dhe 3 javë para që nuk mos jemi pigmentuar ndaj diellit. Unë jam rregull se kam 1 muaj që kam mbaruar plazhin. Edhe mbas seancës së lazerit duhet të jesh deri në 10 ditë jo ekspozuar në diell. Mirë, tani prit se kam mbaruar. T'jap një skanim vendi, Po, sigurisht që po. kristallin gati, okay? Sigurohet që unë të marrë shërbimin më të mirë. Ko të bën sikur s'më do, se thellë më do, më ka xhan. Kjo certifikata ka qenë 2022, 2025, 3 vite, mirë, pas eksperiencë. Çan këto me zmadhim, zvoglim çan këto. Duken sterilizuar, Wow! Kjo që ka shumë zmadhuese, këtu duket çdo qime. Pas kam nevojë për lazer vetullash. Je mirë ti rehat aty. Pasha. Kështu. A jeni gati? Po. Dajmë pjesë barabarta këto? Po. A do të djegi se e kam qenë frikë. A do t'i dëmbi? Jo, patjetër që jo, pasi Aleksandrit Candela Gentle Max Pro ka dhe sistemin e tij të ftojes. Okej. Dhe je Është fresko. Se Fresko. tash t'i bëja unë që kështu, prandaj për mbajtë të ndorë, t'i bëja fresk, pas ka nevojë, mirë. Ti e shishi këto. Ftohtimi? Kujdes. Oke, ndërhet ti Kesiana. Bëj çik flokët, bëj çik. Fin. Gati? Po, Kesiana gati? po, gati edhe unë. A nise moj. Uaj, pas ka nis moj. Nuk Tash që s'dë. S'po bën kot kjo më. Jo mëse e shtyp ajo aty. Më shiko. A të djeg? Ande temi? Jo. Nuk ka thënë që lazer i djeg. Po, është i mirë, më nuk të djeg. Është i fundit, çka ka e gjove. Apo ka nevojë, a? Ka nevojë? Moj, ka zënë gjumi ty. Më mbaroj. Të shëndet, të dashur. Si bërë që bebi, A me atë që se kisha aq keq. Edhe kjo është për të reduktuar nxehtësinë, nëse ke marrë të nxehtë. Sa ftohtë. Tani që do të bëjmë? Unë dua të heq sqetullat. Aman më motër se e son Po, që sigurisht son. edhe për pjesën e aksilës, Candela funksionon shumë mirë. Hiqe, bëj e rovë, e son që e son, morëm rrugën deri këtu. Të lutem digja, zhdukja leshin e sqetull se është bërë si flokët e mia, zhdukja. Jep. Je gati? Pa, tani që s'dhim të hiqit gjitha, si s'ka gjë. Ua, ndjen këtë erën? Leshi jot pra flokët e mia. Jo, është e era ku përgjith mami pulën. Sa nostalgjie. Kam po ma ngrën pul. A ndjen dhimbje? Jo. Je mirë, maj. Po, ma nuk Mbaron. bëm. Ti ke prom? Baroj? Po, mbaron. Si baroj? Të shëndet, Kristel. 5 minuta? Po, 5 minuta gjitha. Ku sa kema kokën, maj, kur baroj? Baroj, maj. Mbaroj. Je lirë ti kësh. Mbaroj. Po bële tjetër se gjuna. Ua, shqy, se e kisha shumë sekret kur i jepi atyre Moj, tani peshon 2 kg më pak. Faleminderit. Faleminderit shumë ju që erdhët dhe mbes shumë shefi që Po, do Kristall të është cilë e dhe kosat kënaqur. e tjera se e provova njërën edhe Po dojë ti, një sukses. çfarë mund ka ajo të eksperimentale? Edhe të pëlqeu, je më mirë. Pak në Po s'po zon tani jepi. kam qef të prek tani. Për ke këmbën. Faleminderit shumë. Ne shumë të sjellshëm, shumë të mirë dhe shërbimi 10/10. Hamaj, kënaqe. Këto harrova u bra me reflekse tani. Po, hajde, visho.
Me thënë drejtën Kristël dhe unë duhet ta vazhdoj Lazerin, Ema të bëta. Po, Ema, ke shumë të drejtë. Do ta thuash prap. Jo, s'e të më bolli ishte Stefane. Thashë do të ta prente se bëri gabim. Lazerit. Doja të thoja që është shumë e mirë, është shumë e mirë kjo që sapo the, si ide, sepse Kesana ti më duket e di që Lazeri duhet filloj të bëhet pas verë dhe pasi të ka ikur pigmenti i ngjyrës që ti ke marrë. Tani që është edhe tetor, fillon edhe vap. Fillon vap? Fillon vapa? Fillon vapa, Mos më afro shumë. fillon vapa. Ema ka momentin e vet, por Jo, thjesht ku jam me ty kështu ti. Nga që flet dhe më vjen për të qesh kur të shoh, nuk e di pse. ka e fytyrë që zharake. E ka vetë. Si flet shumë. Okej. Edhe mendoj edhe kur rrua leshin flet shumë. Atëherë, nga ky vëmendje. Nga ky episod mësuam që ka me shkruajsa të duash, dhuna ndonjëherë është zgjidhja. Jo. Dhe do fillojmë ta ruajmë më shpejt. Prit, nuk e thash unë, se unë s'jam gjytyre me mos ta them fjalën deri në fund. Po thoja që tani që më shëvjet. Vjeni ftohti, tetor nëntor. Fresku, ikën pigmenti në ngjyrë. Patjetër, je gati sepse ngjyra dhe lëkura është gati për të ruajtur. Si tha dhe Krista. Po, si tha dhe Krista. Unë mendoj që po vazhduam të rrim edhe pak, nuk e dim çfarë do themi më shumë. Ikim për sot ikim. Ju duam shumë. Ju dua. Ju puçi. Na bëni për qeshur. Ándale.